Shqipëria është midis tyre dhe vendeve si Suedia 22.9, Gjermania 22.6, Finlanda 20.3, Franca 20, dhe vendi ynë është mbi këto me shumë pak, pra 23.5%. Edhe në numrin e ofertuesve për procedurë, që raporti e përcakton si 3.2 ofertues për procedurë në mesatarën e Bashkimit Evropian, Shqipëria është me 3.7 ofertues mesatarisht, dhe më tutje në Shqipërinë e vitit 2025, numri i prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e Gjykatës Evropiane përcaktohet se mesatarja e vendit të Bashkimit Evropian është 14%. Të gjitha këto nuk duan të thonë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa faktin që mbi fakte Shqipëria është në një fazë shumë të avancuar të përparimit në këtë fushë dhe nga ana tjetër të pozicionimit në tryezën e negociatave me Bashkimin Evropian. Këtu jam bashkë me drejtuesen e Agjencisë së Prokurimit Publik, e cila është edhe njeriu që udhëheq këtë proces prej njësër vitesh, duke luajtur një rol kyç në këtë transformim, por është edhe negociatorja e Shqipërisë me Bashkimin Evropian për kapitullin 5, ku përfshihet e gjithë kjo fushë me të gjitha tematikat e veta. Rejda do të bëjë një prezantim më të detajuar duke u nisur nga konkluzionet e nxjerra prej partnerëve tanë, jo thjesht nga konkluzionet e nxjerra prej të dhënave të marra dhe të procesuara prej nesh vetë. Faleminderit, zoti kryeministër. Sikurse u tha, prokurimi publik është një kapitull i posaçëm në procesin e integrimit evropian dhe është vendosur në metodologjinë e re të Bashkimit Evropian tek grup kapitujt themelor, duke i dhënë këtij kapitulli një rol shumë të rëndësishëm, sepse të gjithë e dimë që tek grup kapitull